so herë të postojsh diçka edhe për Hykmetin, nëse Hykmetja nëse poston diçka, gjithmonë i përmenet 2.1 milionësh, edhe pse ajo është personi që e ka zbulu si skandal. Unë i marr 10-15 komente që një njeri Serbis, një bashkëpunëtor i Miloševićit, unë i kam 28 vjet. Do me thonë, qa këm lidhjone me Serbin, qa këm lidhjone me Miloševićin. Në LDK kemi pos natyrisht sulme më të mëdha ndaj grave, kemi e përmenet edhe jo Hykmetin, e përmenet edhe Visari 2.1 milionësh, që do me thonë, so herë të postojsh diçka edhe për Hykmetin, nëse Hykmetja nëse poston diçka, gjithmonë i përmenet 2.1 milionësh, edhe pse ajo është personi që e ka zbulu si skandal. Qysh e përkrani ju partia? Qysh u përkro nga partia në qëtë fush? Po partia, mekanizmat e partisë për me përkro një person jenë të ndryshme, mirë po unë po fullin aspe, unë jem kryetari i forumit të rinisë edhe zakonisht qa kem bo na për një farë lloj solidarizimi me krejt figurat që kanë qenë të sulmune, jemi munu me u solidarizu edhe me i dalë në mbrojtje përmes rrjeteve sociale, me zhvillu edhe një farë lloj betejë të argumenteve me qëta që e kanë sulmu. Për shembull, tash e posh edhe për në kryetarën tjetër, Dorsa Kica, Dorsa gjatë vitit 2021 ka garu me listën Guxha edhe ka qenë pjesë e grupit parlamentar të vetëvendosur. Tash e kishin marrë një fotografi që e ka bërë gjatë vitit 2020-2021 ofër Albin Kurtit edhe e kishin qit tash në rrjetet sociale që Dorsa i ka rropi pishmën që është në LDK, tash po del fshiu razi po takohet me Albin Kurtin që është eron, mirë po. Paris bashkë pse je kryetari i forumit LDK-s dhe tash po hym për herë të parë deputet, urime që ki hi për ndryshe, je për herë të parë deputet po m'duket edhe në debat tonin. Kallëzom, qysh indikon që kjo fushata ndaj Hykmetis Mimozës të rejave që vinë, dojnë mu bo pjesë e partisë, atë folin shumë për qëto që kanë me mu gjujt, s'kanë me mu gjujt, a e kanë vazhdimisht qëto si breng për çka po thojnë, qysh pe i shprehin menimet e tyre politike. Është shumë interesant. Për shembull, kur takohen anë me tri që kanë dëshirë me u kyç në politikë, janë shumë entuziast, kur të vinë zyre, i shohin zyret, janë shumë entuziast se politika me një farë mënyrë duket pak atraktive, kështu mirë, po në momentin e parë që përballen me çdo është një demotivim jashtëzakonisht i madh. Nuk po fuli veç për gratë dhe për vajzat, po fuli si tërësi, si rini. Për shembull, unë nëse një postere që kam e dalë me një media të caktuar, unë i marr 10-15 komente që një njeri Serbis, një bashkëpunëtor i Miloševićit, unë i kam 28 vjet. Do me thonë, qa këm lidhjone me Serbin, qa këm lidhjone me Miloševićin. Do me thonë, ka literalisht ka si komente, që mas ne kur t'i shohin, ka njerë që në ma të përgaditun edhe që kur t'hy në politike din qka i pret edhe din që nuk është krejt lule politika, edhe në ma të fort në aspektin e shëndet mendore, përballojnë ma shumë qëtu sfida. Mirë po ka të tjerë që e she shukun e ti t'u përball me qësi sulme, edhe veç e bën men që kish bo familja jem, nëse e kish po, që unë po përballa me qësi lloj komende, se fatkeqësisht na e kem haloqet aspektin e familjes që ka shumë rëndësi që apë menën familja për profesionin që jem të e ushtru na. E mas shumë të në politik atakohet familja.